Kryeministri i Republikës së Kosovës, Hashim Thaçi, ka raportuar para Parlamentit të Kosovës për bisedimet Kosovë-Serbi. Në fjalën e tij, Thaçi theksoi se në takimin e 5, Serbia është pajtuar të paktën verbalisht që të heqë dorë nga përkraja, organizimi dhe financimi i strukturave ilegale në veri të vendit. Unë mund t'ju them me përgjegjësi të plot se Serbia në takimin e fundit të zhvilluar në Bruksel është pajtuar se paku verbalisht që të heqë dorë nga përkrahja, organizimi dhe financimi strukturave ilegale në veri të vendit. Kryeministri i Serbisë Dačić është zotuar se do ta përmbush një obligim të tillë. Lidhur me mbajtjen dhe organizimin e zgjedhjeve lokale në 4 komunat veriore të Kosovës, Thaçi tha se ka një pajtueshmëri absolute ndërmjet palëve të përfshira në dialog. Këto zgjedhje lokale që duhet të mbahen mund të organizohen nga aspekti teknik nga një organizat ndërkombëtare që në rastin tonë do të jetë OSBE-ja. Pra, institucionet e Republikës së Kosovës do t'i bëjë ftesë OSBE-s që të organizoj dhe menaxhoj zgjedhjet në këto 4 komuna. Kryeministri i Kosovës foli edhe për shoqatën e komunave të Kosovës, ku deklaroi se ky veprim është në përputhje me Kushtetutën e Kosovës dhe ligjin për veçqeverisjen lokale dhe që bazohet në dokumentin e Ahtisarit. Unë dua të sqaroj qartë për ju të nderuar deputet dhe për të gjithë qytetarët e Kosovës se themelimi i një mekanizmi të tillë është plotësisht në përputhje me Kushtetutën e Kosovës dhe ligjin për veçqeverisjen lokale. Një mekanizëm i tillë që do të themelohet nuk do të ketë rol legjislativ dhe as ekzekutiv. Dhe këtu heqi çdo dilemë. Ju siguroj dhe garantoj. Në fund, Hashim Thaçi ka bërë thirrje që secili duhet të vihet mbi interesat e ngushta partijake apo të politikës ditore elektorale.